Po, shumë mirë këto që e përmend Elenë, sepse ka persona që e provojnë, e marrin dietën, e kanë, ta themi, suksesin, i humbin ato kilogram që dojnë, po mas 2 jave, 3 jave, 4 jave kur i takon, kanë fillu me rikthy peshën. Rikthejmë prapë se për shembull është një regjim ose një dietë që nuk mundet me Nuk është stili jetës tina. Po më parasysh mundet me kanë me një plan ushqimor ose një dietë ose një regjim që mundet me kanë ideal, që mi pas proteinat e duhura, karbohidratet, yndynat, krejt komplet. Po nuk është i përshtatshme për individin. Edhe normal që trupi nuk është i mësuar me qatë një lloj rutine edhe është thjesht nuk mundet me majtë. E qysh mundemi me dallu na që organizmi jon po e pranon një dietë, qoftë profesionale ajo, qoftë jo profesionale që kemi marrë. Trupi reagon ndaj ndryshimit. Në rast parë, unë të krejt ata që vinë më konsultua dhe të krejt ata që kanë arritur sukses, kënaqësia më e madhe është përgjigjja e parë është mas 7 ditën është ta ndodh, shumë rrallë shtyhet më shumë që më thotë i punina tepër mirë, kam energjinë shumë, jam shumë mirë me energji, jam shumë më i kthellë edhe punina shumë më mirë. Thjesht një jetë shumë më mirë për arsye që i merr proteinat e duhura, edhe organizmi fiton më shumë energji, i heq ato toksinat sheqerin e dur, janë nis mu rregullu metabolizmi, jo për një javë, kuptohet. Unë asnjëherë nuk ngutna, vyn 3 muaj për me mësu bashk, edhe asnjë plan ushqimor nuk e bëj vetë, çdo herë e bëj me personin, me klientin. E bëjmë bashk, çdo herë të bëu ndryshime tepër të vogla në rutinën e vet, edhe pa ju bu ushqimi i barë. Thjesht një farë forme shpesh e thom, raporti me ushqimin është me mësu çka i duhet trupit në raport me ushqimin është njëjtë sikur me mësu me gra veturën. Për shembull, kur fillojmë me marr lejen ose kur shkojmë në orët e para, kur nalesh e mendon çka kime but një të kohë, thu kur s'ka me mësu me pozitë. Po në momentin që mëson, thjesht tani veç kime pas kujdes ka po shkon edhe me respektu rregullat e komunikacionit. Njëjtë është edhe në raport me ushqimin. Ti kime pas kujdes me marr çka duhet, edhe me respektu rregullat raport ushqim me trupin ta.